shëveqiane, të cilët edhe është kasapi i Ballkanit, në vend të gjuhës së urrejtë Serbia duhet të përballet me përgjegjësinë se çfarë ka ndodhur me respektimin e të drejtave elementare të cilat të shqiptarës, domos të Lugin Preshevë, por gjithashtu edhe duhet të kërkojë falje edhe për viktimat që kanë ndodhur në territorin e Kosovës. Gjithashtu historia ka dëshmuar se askush nuk e zhduk një popull me kërcënime. Shqiptarët kanë mbijetuar çdo herë përpjekja për të jetuar, do të vazhdojë të jetojë të lirë në troje e secilit popull i cili është autokton. Dhe cilat do t'jenë format të reagimit të shqiptarëve në luginën e Preshevës karshi kësaj deklarate fashiste të ministrës, e cila i bie për shkak të portofolit që mban ta vizitojnë ndonjëherë edhe Preshevën, edhe Medvegjën, edhe Bujanocin po ashtu? Për ne shqiptarët e luginës së Preshevës këto deklarata janë të pritshme, sepse është duke ndodhur, realisht në Medvegj është duke ndodhur pastrimi etnik ka ndodhur, sepse janë shumë njerëz të Medvegjës janë shlyer nga regjistri civil, tani ka filluar në Preshevë dhe Bujanoc, dhe me ne shqiptarët e luginës së Preshevës kjo çështje është shumë eksakte, është në terren dhe ajo po ndodh. Por realisht kjo ministre e cila pastaj kërkoi falje, kjo nuk i ka borxh falje Vučićit. Ai ka borxh familjeve të popullit shqiptar. Kur një ministre deklaron publikisht se po të ishte një vend si Slobodan Miloševići do ta kishte spatruar etnikisht Kosovën, nuk kemi të bëjmë me një lapsus, kemi të bëjmë me një mendësi që rikthen hijet e errta të politikës të viteve 90-ta, që ende vazhdojnë dhe ende jetësohet tek ata. Sot ai kërkon falje para Aleksandr Vučićit, qeverisë së Serbisë dhe kryeministrit, po lind një pyetje shumë e thjeshtë. Kur do të kërkoj falje popullit shqiptar? Kur do të kërkoj falje viktimave dhe gjenocideve që kanë ndodhur në Srebrenicë dhe në Kosovë? Sepse deklarata e saj nuk i ofendoi Vučićin, nuk i ofendoi qeverinë, nuk i ofendoi edhe kryeministrin. Ajo ofendoi një popull të tërë, ofendoi shqiptarët. Edhe më skandaloze është përpjekja për ta zbutur deklaratën, duke thënë se nuk ka menduar për sfasrim etnik, po për deportim. Si mund të jetë deportim më i pranueshëm, ku deportimi me forcë një popullsie është krim sipas së drejtës ndërkombëtare dhe po aq është i dënueshëm dhe po aq njerëzor. Nuk dyshon krimi duke ndryshuar fjalën. Kjo nuk është çështje terminologjike, kjo është çështje e një mendësisë që mendojnë vërtet populli serb. Në çdo shtet demokratik një ministre që flet për sfasrim etnik apo deportim të një populli